2 minuta, ju lutem. Po, çështjen, zoti Domani, çështjen e dëgjova përgjigjen tuaj dhe doja të theksoja dy element. Çështjen e inceneratorëve, Partia Demokratike ka nisur në vitin 2017 me një interpelancë atëherë me zotin Gjiknurin. Në vitin 2020 kemi sjell 3 dosje për 3 inceneratorët e 3 qyteteve. Më pas, si kryetare e Komisionit Hetimor të Inceneratorëve, kam sjell 12 padi të veçanta, duke nisur nga kryeministri zoti Edi Rama, Angela Gaçi, Belinda Balluku, Arben Ahmetaj, Armando Subashi, Erion Veliaj, Emiriana Sako, e kështu me radhë. Asnjë prej tyre nuk është sot përpara drejtësisë. Kjo është një çështje që tregon se si është një manual perfekt i kapjes shtetit. Është manuali ku 2 biznesmen me duar në xhepa vinë dhe marrin 430 milion euro. 2 biznesmen cilët nuk kanë asnjë lidhje me menaxhimin e mbetjeve, që i shkruajnë vendimet e qeverisë, që shkruajnë vendimet e Këshillit Bashkiak, që mbledhin qeverinë, që miraton 17 vendime qeverie brenda ditës, dhe është manuali perfekt i një grupi të strukturuar kriminal. Drejtësinë për inceneratorët 8 vite kemi që e kërkojmë, jo për mua si deputete e këtij parlamenti, as për mua si qytetar, as për SPAK-un, po për të treguar që në Shqipëri ka shpresë dhe do ketë shpresë. Dhe unë besoj që lakmusi i SPAK-ut është pikërisht inceneratorët dhe inceneratori i Tiranës. Kam marrë 2 herë në SPAK si person në dieni për inceneratorin e Fierit dhe inceneratorin e Elbasanit, dhe arsyeja që ju pyeta për Tiranën është pikërisht kjo. Në momentin që një grup prej 12 personash që nuk mund të kishin vepruar të lirë, ka kryer këtë procedurë, ka paguar 430 milion euro, vazhdon dhe paguan 430 milion euro, do të thotë që drejtësia nuk është e barabartë për të gjithë. Disa janë më të barabartë se tjerët. Faleminderit.